Ushqyerja e shëndetshme e fëmijëve dhe kontrolli i përbërësve në ushqime mbeten ndër çështjet më të rëndësishme për mbrojtjen e shëndetit publik. Sipas pedagogut Kristi Morava, fëmijët janë më të ndjeshëm ndaj rreziqeve që vijnë nga ushqimet e pakontrolluara, për shkak të sistemit të tyre imunitar ende në zhvillim. Përgjegjësia nuk bie vetëm mbi konsumatorin i cili duhet të zgjedh atë çka është më shëndetshme për organizmin e vet, por njëkohësisht edhe mbi autoritetet, të cilat duhet të shtojnë dhe më shumë kontrollet në lidhje me atë çka ju ofrohet konsumatorëve në ditët e sotme. Pedagogu apeloi që prindrit të tregojnë kujdes ndaj përbërësve, aditivëve ushqimor, sasisë së sheqerit dhe yndyrnave, duke preferuar produkte të freskëta dhe sa më natyrale. Përveç kontaminantëve që mund të jenë PMV ose PMB, pra produktet mjekësore veterinare ose bujqësore, problem tjetër në ditët e sotme janë dhe aditivët dhe konservantët, për të cilat ndonjëherë lihen një hije, duke mos i kushtuar shumë rëndësi, por mendoj që ato janë rreziku i shtrirë në kohë dhe problemi është që nuk e japin një dëmtim shëndetësor në moment, mund të japin në moment, sekundër mund të jenë reaksionet e menjëhershme anafilaktike që mund të jenë në grup mosha të caktuara, sidomos tek fëmijët, që mund të konsumojnë produkte shtazore ose bimore ose të përpunuara, qoftë me mbetje antibiotikësh, pesticidesh, por edhe me aditiv, sikur mund të jenë ngjyrusit. Bashkëpunimi mes institucioneve, profesionistëve të veterinarisë dhe familjeve është thelbësor për garantimin e sigurisë ushqimore.